Këtë të enjte, zgjedhjet e 11 majit kanë sjell debate mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në kuvend. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka tha se demokracia është gjymtuar në sytë e ndërkombëtarëve. Sipas tij, kartelet dhe krimi organizuar zgjodhën 28 deputet në kuvend. Demokracisë këtu në vendin ton tashmë i qëndron veç fasada, ajo fasadë të cilën sultani juaj e ka merak. Themelet e pushtetit tuaj sot qëndrojnë mbi votën e blerë, mbi votën e shantazhuar, mbi votën e tjetërsuar. Ka gjë më të rëndë se në një parlament të një vendi antar të NATO-s, në një parlament të një vendi që ka qejë kapitujt e integrimit në BE, të zgjedh kartelet dhe krimi organizuar 28 deputet. I kthyet shumicën e mediave të këtij vendi në media varikarlon, që jepnin vetëm sultanin dhe ju që bërit tallava dhe asnjë fjalë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Tauland Balla i kërkoi Nokës se nëse ka prova për ato që thotë të bëj kallëzim penal. Sipas tij, opozita po turpërohet vazhdimisht me ankimimet në KQZ. Në partinë tuaj ju e keni të vështirë të aplikoni Nenin Basha, edhe pse ishit zotuar që pas këtyre zgjedhjeve do ta aplikonit, edhe përpjekjen tuaj alucinante në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku çdo ditë po turpëroheni para publikut se si po bien një nga një të gjithë pretendimet tuaja. Bët gjitha të zhurmë për kryeplakun e Pekishtit, dhe pastaj kur aty doli që s'kishte asgjë, pastaj jeni turrur pas 130.000 të ashtu quajtura vota, po kjo më kishin thënë që e kishte thënë Flamuri në një studio, se Flamuri pas ka futur 500 GPS-e në Zarfa, dhe këto GPS-et na pas ngelën në Londër. O Flamur, sepse identifikimi, gjurmimi i votës është vepër penale. Kjo që bën ti është dënueshme. Dhe ti, nëse këtë e ke provë, përse nuk shkon ti ta dorëzosh në prokurinë e posaçme? Zgjedhjet në Shqipëri kanë përfunduar. Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 856.177 vota. Ju keni marrë 529.354 vota, diku ke 300.000 e kusur më pak vota. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi tha se akuzat për manipulime nuk i kanë nxjerrë opozita, por janë dëshmi nga monitorimi OSBE DIR. Nuk e ka thënë opozita që zgjedhjet u morën peng nga krimi organizuar. E ka thënë shefi i delegacionit të Parlamentit Evropian për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri, që me sytë e mi tha dhe me dëshminë e vëzhguesve afatgjatë të OSBE DIR-it, ne konstatuam se si në Elbasan, krimi organizuar kishte marrë peng zgjedhjet në atë qark. Debatet dhe kundër akuzat vijuan mes palëve për këtë çështje. Ju jeni ata që shkoni nga dështimi në dështim pa humbur entuziazmin. Edhe kjo është gjë e mirë. Edhe pse futut brenda vetes, edhe ç'kishte mbetur nga kockat e babalikes, edhe pse futut brenda vetes lloj-lloj, edhe gjeniun e ri të futbollit ndërkombëtar Sel Jenisheri, të cilin ju lutem na gjeni në numër kontakti që t'ja japim Silvinjos, se mund na japi në skem të papame, se me që skema e zgjedhjeve nuk ju funksionoi, të paktën ta përdorim për të fituar neshjen me Serbinë. Hej zot, ju jeni pengjet një mallkimi të madh. Një mallkim i madh që ka emrin Sali Berisha. Kalon nga vjedhja e zgjedhjeve në vjedhjen tjetër dhe mburren. Asgjësojnë votën, minojnë demokracinë, duke asgjësuar votën e lirë dhe mburren. Ndërkaq në nisje të seancës pati kundërshtim nga ana e opozitës, ku kërkua pezullimi i seancës me argumentin se nuk plotësohet kuorumi, pretendimi i cili nuk u pranua nga kryeparlamentarja Spiro Pali, e cila vijoi me seancën.
Ke 55 deputet 57. Po nga rregulloria nuk kërkohet quorum për fillimin e seancës përveç në rastet kur kërkohet votim. Merremi me një çështje e cila s'ka interes publik. Nuk kemi votim, nuk kërkohet quorum, vazhdojmë me seancën. Për proces verbalin, Si ke gjë? nuk pas ka interes publik funksionaliteti i parlamentit. Po, është plotësisht funksional.